Finalistja e edicionit të tretë të Big Brother VIP Kosova, Sara Kolami, ka ndarë mendimet e saj në lidhje me raportin me fituesin e këtij edicioni, Drilon Ramën, duke hedhur dritë mbi dinamizmin e marrëdhënies së tyre pas përfundimit të spektaklit të njohur. Nelin, në një intervistë për emisionin Soul në Klan Kosova, Sara theksoi se pas përfundimit të lojës, ata vazhdojnë të kenë një marrëdhënie të fortë dhe mbështetëse. Kemi një marrëdhënie shumë të mirë, është një person që shumë e respektoj, tha ajo, duke nënvizuar se jashtë shtëpisë së Big Brother ata ndihen më të lirë dhe më autentik, larg tensioneve të përditshme që krijon loja. Një nga temat kryesore të intervistës ishte spekulimi në lidhje me një lidhje romantike ndërmjet dy finalistëve. Megjithatë, Kolami ka qenë e kujdesshme në përgjigjet e saj, duke lënë të kuptohet se ata janë vetëm miq të ngushtë për momentin, duke shmangur çdo koment më të thellë mbi statusin e marrëdhënies së tyre. Edhe pse dëshirat e fansave për të parë një lidhje më romantike mes tyre janë të dukshme, Sara theksoi rëndësinë e dinamikës miqësore që ata kanë krijuar. Të dy e klithmë kështu dhe e respektojmë njëri tjetrin, dhe ky është aspekti më i rëndësishëm për ne tani, shpjegoi ajo. Nelin, Kolami dhe Rama e kaluan një periudhë të gjatë së bashku brenda shtëpisë së Big Brother, ku ndarjet dhe bashkimet ishin pjesë e natyrshme e lojës. Prandaj, shumë ndjekës pyesin nëse miqësia e tyre ka zhvillime të tjera në të ardhmen. Sara e pranon këtë presion, por ruan një qëndrim të qetë dhe të matur. Nelin, të shohësh një person çdo ditë dhe të ndash përvoja të ngjashme krijon lidhje të forta, vazhdoi ajo, duke theksuar se është e natyrshme që pas kësaj përvoje të shfaqen emocione të tjera. Ajo theksoi se ndjenja e respektit dhe mbështetjes ndërmjet tyre do të jetë gjithmonë ajo që do t'i mbajë ata të lidhur. Nelin, përveç kësaj, Sara gjithashtu fol për përvojat e saj pas Big Brother, duke shprehur se ndjen se mund të ketë mundësi të reja dhe projekte interesante në të ardhmen. Jam e hapur për gjithçka që vjen dhe shpresoj të vazhdoj të rritem si individ dhe si artiste, tha ajo me optimizëm. Nelin, këto komente vinë në një kohë kur publiku është më i prirur se kur të ndjek zhvillimet e jetëve të ish konkurruesve të Big Brother, duke bërë që çdo detaj të marrë vëmendjen e madhe të mediave dhe publikut. Intervista kishte gjithashtu një pjesë të rëndësishme për reflektimin mbi ndikimin e emisionit në jetën e tyre, duke e kthyer atë në një klasë të re të